Ish të përndjekurit politik nisën nga Shkodra ditët e kujtesës, kushtuar viktimave, të arrestuarve dhe të internuarve gjatë regjimit komunist. Homazhet dhe kurorat me lule u vendosën në monumentin kushtuar atyre që humbën jetën në regjimin e egër totalitar, ku Shkodra ishte qyteti që e vuajti më shumë se të gjitha të sistem. Për 35 vite, politika nuk e ka kryer detyrën ndaj kësaj shtrese, thanë në fjalët e tyre përfaqësuesit e ish të përndjekurve politik. Ende sot, sipas tyre, figura e diktatorit shfaqet haptazi në çdo cep të Shqipërisë, më shumë se ajo e heroit kombëtar, ndërsa në shkolla nuk mësohet siç duhet kjo periudhë. Mos harrojmë se kanë kaluar 35 vjet edhe figura e kriminalit Enver Hoxha, Lugatit, Ala Shkifet, anë man edhe më shumë se heroi jon kombëtar Skënderbeu. Mos harrojmë se kanë kaluar 35 vjet dhe kujtesa historike nuk futet në shkolla. Ata njerëz që drejtojnë janë budallë? Jo, janë shumë zgjut. Pse nuk e vënë mësimin shkollor? Unë dua pasaportën europiane, absolutisht. Por unë jam pasasi atyre që kanë themeluar Europën. Dhe nëse nuk bëhet rishkrimi i historisë, dekomunistizimi i Shqipërisë, ne kemi falur dhe kemi 35 vjet, ne s'kemi vrarë asnjëri, as nuk vrasim. Se nuk kemi si ata, as nuk do bëhemi kur. Por edhe aq të lodhur sa t'ja u falim fare dhe mos ta bëjmë historinë për fëmijët tanë, për pasasit tanë, nuk kemi. Ma shumë përpjekje e guxim për ju si popull, se pa guxim ju s'mund të shkapërteni as 1 metër kanal. Pas Shkodrës, ditët e kujtesës së qendresës kundër krimeve të komunizmit do të vazhdojnë në burgun e Qafbarit dhe atë të Spaçit në përkujtim të revoltave të ish të burgosurve politik.